Shumë. Qeveria në detyrë po vazhdon të nënshkruaj dekrete, ndonëse se një pjesë e ish-ministrave tashmë janë betuar si deputet të Kuvendit të Kosovës. Kjo ka hapur dilema juridike për kompetenca që mund t'i ushtrojnë një qeveri në detyrë, por edhe për mbajtjen e dy funksioneve në të njëjtën kohë. Sipas Njenit 31, qeveria në dorëheqje mund të kryejë vetëm aktivitetet e domosdoshme dhe ato të planifikuara. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thonë se dy funksionet nuk mund të ushtrohen paralelisht, pasi një gjë e tillë bie ndesh me Kushtetutën. Për të konsideruar i lehtëshëm një vendim i caktuar, para se gjithashtu duhet që të ketë kompetencë për nxjerrjen e atij vendimi. Dhe që në rastin konkret, nëse një ministër ndërmerr një veprim të caktuar, definitivisht dhe është edhe deputet, ai tani më e ka humbur pozitën e anëtarit të qeverisë. Dhe për këtë arsye ka humbur mandatin e vet, dhe që i bie se të gjitha këto vendime janë të kundërligjshme. Edhe sipas avokatit Anton Recaj, një person që ka udhëhequr një ministri dhe ndërkohë është betuar si deputet, nuk mund të vazhdojë të nënshkruaj dekrete në cilësinë e ministrit. Deputeti nuk mund të ushtrojë funksion tjetër publik në momentin kur e merr mandatin si deputet. Nëse ministrat cilët janë edhe deputet nuk e kanë dorëzuar mandatin si ministër ose nuk kanë ofruar dorëheqjen, atër natyrisht se çdo veprim është i atyre i kundërligjshëm dhe bie ndesh me ligjin. Pikërisht për këtë çështje, grupi për studime juridike dhe politike me 6 gushti është drejtuar zyrës së kryeministrit me kërkesën për qasje në dokumente që lidhen me dorëheqjet e ministrave të zgjedhur deputet. Ema Pula nga GLPS thotë se ende nuk kanë marrë përgjigje, por se thekson se janë drejtuar Agjencisë për Informim dhe Privatësi. GLPS me 6 kusht ka bërë kërkesë për qasjen e dokumente publike drejtuar ZKM-s për të marrë dorëheqjet e anëtarëve të qeverisë, mirë po ende nuk kemi pranuar përgjigje edhe pas tejkalimit të afatit 7 ditor, dhe dje me 17 kusht kemi bërë ankesë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi, duke u thirrur pra kështu në ligjin për qasjen e dokumente publike. Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, e cila po ashtu është betuar si deputete, këtë ka thënë se vendi nuk mund të mbetet pa president. E për çështjen e ushtrimit të funksionit të dy pozitave, deputetët e Aleancës kanë paralajmëruar se do të dorëzojnë kallëzim penal. Mos i përdorni institucionet e shtetit për zgjatim të partisë. Përplasja me politike mes pushtetit lokal